Abrahami dhe Abimeleku, Zanafilla 20. Lexojmë vargjet kyçe të kapitullit, vargjet 1 dhe 3 dhe vargu 17. Abrahami u zhvendos së këtemi duke vajtur në Negev dhe banoi në Kadesh dhe në Shur. Mandej u vendos në Gerar. Tani Abrahami thoshte për Sarën, gruan e tij, është motra ime. Kështu Abimeleku, mbreti i Gerarit, dërgoi njerëz për të marrë Sarën. Por Perëndia u shfaq Abimelekut në një ëndër natë dhe i tha: "Ja, ti je duke vdekur për shkak të gruas që ke marrë, sepse ajo është e martuar." Lexojmë dhe vargun 17. Atëherë Abrahami ju lut Perëndis dhe Perëndia shëroi Abimelekun, gruan e tij dhe shërbyeset e tij, dhe ato mundën të lindin përsëri. Kjo histori na befason. Janë 25 vjet nga Egjipti, nga hera e parë që Abrahami gënjeu për Sarën, kapitulli 12. 25 vjet besimi, altaresh, beslidhjesh, natësh me yje dhe sërish i njëjti gabim. Saktësisht i njëjti. Është motra ime. Po ky kapitull na mëson diçka shumë të rëndësishme. Besimi nuk i fshin zakonet e vjetra të frikës, por na mëson edhe diçka tjetër. Perëndia mbron premtimin e vet edhe kur bartësi i premtimit bie sërish në të njëjtën grop. Konteksti historik dhe kulturor. Ngrihet pyetja, pse lëvizi Abrahami? Teksti thot thjesht u largua nga Hebroni, nga vendi ku kishte qëndruar gjatë. Ndoshta largimi nga Sodoma e shkatërruar e kishte trazuar vendin. Ndoshta kishte nevojë për kullota të reja. Por gjë tjetër na tregon kapitulli 20 ndodhi para lindjes së Isakut. Sara është ende shtatzan me premtimin. Angjëlli sapo kishte thënë brenda një viti, pikërisht aty mes premtimit dhe përmbushjes, Abrahami bën gabimin. Shumë shpesh rënet tona ndodhin jo larg premtimeve, por afër tyre. Kur jemi gati të marrim atë që Perëndia ka premtuar, frika futet dhe zë vendin e besimit. Dhe ndodhi pikërisht në Gerar. Gerari ishte qytet Filestinas, me mbret të quajtur Abimelek, emri të cilit do të thotë ati im është mbret. Abrahami hyri si i huaj, pa tokë, pa mbrojtje ligjore, në një vend ku mbretërit merrnin gratë e bukura që u pëlqenin. Frika e tij për jetën ishte reale. Por vini re çfarë kishte harruar. Ky ishte njeriu që kishte çliruar Lotin me 318 shërbëtorët e tij. Njeriu që kishte thënë jo pasurisë së Sodomës, njeriu me të cilin Perëndia kishte ngrënë drek nën lisat e mamrës. Të njëjti njeri të fortë e gjejmë këtu duke gënjyer nga frika. Kjo s'duhet na befasoj, kjo duhet na ngushëlloj, sepse edhe Abrahami kishte ditët e tij më të dobta. Juftoj që të shikojmë vargjet më me imtësi. 2 vargjet e para. Kemi të njëjtin plan këtu. Shpreja e Abrahamit në gjendje frike. Ajo është motra ime, thoshte për gruan e vet. Fjalë për fjalë si të kapitulli 12 vargu 13. 25 vjet më vonë në vend tjetër para një mbreti tjetër i njëjti plan. Kjo na tregon diçka të vërtet për njeriu. Zakonet e frikës janë të rrënjosura thellë. Mund të besoj dikush me gjithë zemër dhe prap të ketë rrugë të vjetra që dalin papritur në çast të presioni. Rruga e vjetër del para rrugës së re kur kemi frikë. Megjithatë, vini re edhe ndryshimi në Egjipt. Abrahami u nxit nga frika e vuajtjes. Këtu, sipas vargut 11, nga frika e vdekjes. S'ka frikë Perëndia në këtë vend dhe do të më vrasi. Gabimi i njëjtë, por shqetësimi i tij kishte ndryshuar. Besimi rritet ngadalë dhe ndonjëherë zduket nga jashtë. Ka dhe diçka tjetër në arsyetimin e Abrahamit që ja vlen ta vëmë re. Thash me vete, s'ka frikë Perëndie në këtë vend, vargu 11. Ai kishte vendosur për popullin Filistinas para se t'i njihte. Kishte thënë këta njerëz s'kan Perëndi. Dhe ndërtoi mbi atë gjykim të nxituar gjithë planin e gabuar. Por Abimeleku i tregoi se kishte frikë Perëndie dhe tha: "Zot, a do të vrasësh edhe kombin e drejtë?" Vargu 4. Sa herë edhe ne gjykojmë njerëzit si pa Perëndi para se t'i njohim, dhe kjo gënjeshtër e brendshme bëhet themeli i sjelljes sonë ndaj tyre. Perëndia sheh zemra, ne shohim sipërfaqe dhe shpesh herë gabojmë. Vargjet 3 dhe 7 tani. Perëndia mbron edhe në errësirën tonë.
Ndërkohë që Abrahami shtrihet për të fjetur me planin e tij të gabuar, Perëndia vepron. I shfaqet Abimelekut në ëndër: "Ti do të vdesësh, qartë edhe prerë." Pastaj ndodh diçka e jashtëzakonshme. Perëndia mbron edhe Abimelekun. Thot: "Edhe unë e dija që e bëre me ndershmëri dhe kjo është pse unë të ndalova." Vargu 6. Zoti i mbrojti të dy, Sarën nga Abimelekun nga gabimi i padijshëm. Perëndia është padyshim mbrojtësi i premtimit, por shohim edhe se ai është i drejtë me paganin e ndershëm, nuk gjykon me paragjykim. E dija që e bëre me zemër të pastër. Sa herë mendojmë se Perëndia shikon vetëm popullin e vet, ndërkohë syri i tij shikon me drejtësi çdo zemër. Vargjet 8 deri në 13. Mbreti pagan qorton besimtarin. Abimeleku thërret Abrahamin dhe e pyet: "Ç'a ke bërë kështu? Ç'të bëra unë? Ç'mëkat ke gjetur tek unë që të sillesh kështu me mua?" Vargjet 9 deri në 10. Është i njëjti turp si me faraonin te kapitulli 12. Mbreti pagan qorton besimtarin e Perëndisë. Kjo është skena më e vështirë e kapitullit, jo për Abimelekun, po për ne lexuesit, që duhet ta pranojmë ndonjëherë bota ka të drejtë kur na qorton. Shpjegimi i Abrahamit ishte pak bindës: "S'ka frikë Perëndije këtu." E pastaj Sara vërtet është gjysëmotra ime. E njëjta mbrojtje e vjetër, gjysmë e vërteta si Aztek ndërgjegje. Por Abimeleku nuk e pret shpjegimin, e merr dhe ecën, i jep Abrahamit dele, qesh, shërbëtor, argjend dhe e fton të jetoj kudo në vendin e tij. Mbreti i qortoi me fjalë, pastaj e bekoi me vepra. Ky është karakteri, jo kur ke të drejtë, por kur sillesh drejt edhe me atë që gaboj. Shikojmë së bashku tani vargjet 14 deri në 18. Abrahami lutet, Zoti shëron. Pastaj kthesa e jashtëzakonshme. Abimeleku i thot Abrahamit: "Lutu ti për mua." Vargu 7 dhe 17. Njeriu që kishte gënyer kthehet ndërmjetës për atë që kishte gënyer. Dhe Perëndia i dëgjoi lutjet e Abrahamit dhe shëroi Abimelekun, gruan e tij dhe shërbëtorët e tij. Vargu 17. Sepse ai kishte mbyllur çdo mitër në shtëpinë e Abimelekut për shkak të Sarës. Vargu 18. Mësojmë diçka këtu nga mëshira e Perëndisë. Ai që kishte shkaktuar problemin u bë mjeti zgjidhës. Jo se Abrahami e meritonte rolin e ndërmjetësit, por se Perëndia di të kthejë edhe dështimin tonë në shërbim dhe shërim. Fjala e vargut 17 është e njëjta fjalë me shërimin shpirtëror. Perëndia që rregullon atë që ne thyem, ka edhe diçka tjetër që s'duhet humbur. Ky kapitull ndodh para kapitullit 21, para lindjes së Isakut. Me fjalë të tjera, Sara kishte nevojë për mbrojtje pikërisht atëherë kur ishte shtatzan me Isakun. Gabimi i Abrahamit e vuri premtimin e Perëndisë në rrezik, dhe Perëndia e mbroi premtimin pavarësisht sjelljes së Abrahamit. Nëse jemi të pabes, ai mbetet besnik, sepse ai nuk mund të mohoj vetveten. E 2 Timoteu 2:13. Vargu i mësimit 12 kthehet sërish i vërtetuar edhe një herë. Ndalemi tek fjalët kyçe të këtij teksti. I huaj, vargu 1. Fjala origjinale gur, banor si i huaj, pa të drejta, pa tokë. Ky ishte statusi i Abrahamit gjithë jetës në vendin e premtimit, banonte aty, por nuk ishte i vet. Hebrejve 11:13 e thot hapur: "Vdiqën në besim duke rrëfyer se ishin të huaje të ardhur në tokë." Besimtari nuk e ka shtëpinë e vërtet këtu, por kjo nuk e bën jetën këtu pa vlerë, vetëm e bën me drejtim. Me zemër të pastër, vargjet 5 dhe 6. Fjala origjinale tom levav, zemër e plot, e pandar, e pamet, në qëllim. Abimeleku s'dinte dhe Perëndia njohu këtë. Zoti gjykon jo vetëm veprën, por edhe zemrën pas saj. Ky është një ngushëllim. Kur bëjmë gabime pa dieni, ai e di ndryshimin mes papërgjegjshmërisë dhe paditurisë. Profet. Vargu 7. Hera e parë në Bibël që përdoret fjala navi, profet.
dhe përdoret për Abrahamin. Jo kur predikonte, por kur Perëndia i thoshte Abimelekut, ai është profet dhe do të lutet për ty. Profeti këtu s'është vetëm ai që thot të ardhmen, është ai që qëndron mes Perëndisë dhe njerëzve si ndërmjetës lutje. Çdo besimtar mban diçka nga ky rol. Vini re, Perëndia e quajti profet Abrahamin pikërisht kur kishte nevojë të lutej, jo kur predikonte, jo kur ndërtonte altar, por kur dikush tjetër kishte nevojë për ndërmjetës. Shëroj, vargu 17. Fjala origjinale Rafa, të shërosh, të rivendosësh, shëndetin, e njëjta fjale e emrit të Perëndisë, Jahve Rafa, Zoti që shëron, Eksodi 15:26. Edhe kur njeriu thyeu, Perëndia rivendosi. Ai jo vetëm që fal, por edhe shëron atë që plas, thyet. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Ka dy gjëra në këtë kapitull që tregojnë drejt Krishtit. E para është roli i Abrahamit si ndërmjetës. Abimeleku pagani, ai që pati të drejtë moralisht, i kërkon Abrahamit të lutet për ta. Dhe Abrahami me gjithë gabimet e tij lutet. Dhe shërimi erdhi. Kjo është pamja e Krishtit. Krishti Jezusi që vdiq, madje u ringjall, i cili është edhe në të djathtën e Perëndisë dhe ndërmjetëson për ne. Ndërmjetësi ynë nuk gaboi si Abrahami dhe prap u akuzua si fajtor. Kur mori mbi vete mëkatet tona, Isaia 53 vargjet 4 dhe 5, ai qëndron tani në të djathtën dhe lutet për ne, jo nga forca e pastërtisë son, por nga fuqia e sakrificës së vet. Çdo herë që rrëzohemi si Abrahami, kemi dikë që lutet për ne më lart se ne. E dyta është mbrojtja e premtimit. Sara ishte shazan me Isakun, fara e premtimit. Abrahami e rrezikoi atë pa e ditur, por Perëndia e mbrojti Sarën me anë të ëndrrës, me anë të bylljes së mitrës, me anë të fjalës drejt për drejt me Abimelekun. Kjo është ajo që Pali e thot me besim te Filipianët 1:6. Ai që filloi në ju një vepër të mirë do ta çojë deri në fund. Perëndia nuk e le premtimin e vet të vdes nga gabimet e atyre që e mbajnë. Fara e Zanafillës 3:15. Fara që do të shkel kokën e gjarprit, më rriti te Krishti, jo sepse Abrahami, Isaku e Jakobi e mbajtën gjithmonë drejt, por sepse Perëndia e mbrojti gjithmonë. Shpëtimi ynë qëndron mbi besnikërinë e tij, jo mbi tonën. Aplikimi për ne sot. Dikush tha një herë, nuk ka ndryshim mes besimtarit dhe jo besimtarit. Ndryshimi është se besimtari di kur ka gabuar. Kapitulli 20 na tregon se ndryshimi është edhe diçka tjetër. Besimtari ka dikë që e mbulon kur bie. Por kjo s'është arsye të bjem. Është arsye të jemi mirënjohës dhe vigjilent. Dhe nga ky kapitull marrim këto mësime. Së pari, i njëjti gabim 2 herë s'është fund, por është një sinjal. Abrahami gaboi 2 herë me të njëjtin gënjeshtër. Perëndia nuk e hodhi poshtë, por edhe nuk e la pa pasoja. Kur vëren se ke rënë sërish në të njëjtën gremin, mos u dorëzo, por ndalo dhe pyet çfarë frike po e ushqen këtë. Rruga e vjetër del kur nuk e kemi trajtuar rënjën. Së dyti, besimi rritet por ngadalë dhe me hapa prapa. Abrahami s'ishte një lloj si në Egjipt. Ishte rritur shumë, por rritja e besimit s'është linje drejt në grafik, ka rënje dhe ngritje. Mos e mat besimin tënd vetëm me ditët e mira, mati edhe si u ngrite pas rënjes. Së treti, ke frikë nga gjysmë të vërtetat. Vërtet është motra ime për gjysmë, sërish justifikimi i vjetër. Kur duhet të japim llogari për diçka, prit instinktin e parë që të sjell gjysmë të vërteta si jastak. Të vërteta të plota, edhe kur kushtojnë, ato duhet të flasin. Së katërti, mos u turpëro, ti lutesh Perëndisë pas gabimit. Abrahami sapo kishte gënjyer dhe Perëndia e tha Abimelekut, Abrahami do të lutet për ty. Perëndia nuk e hoqe Abrahamin nga roli i ndërmjetësit pasi gaboi. Pas çdo rënje, dera e lutjes mbetet e hapur. Jo sepse ne kemi merituar, por sepse ndërmjetësi ynë nuk ka rënë. Së pesti, dëgjoj qortimin e ndershëm edhe kur vjen nga bota. Abimeleku e qortoi me drejtësi dhe Abrahami duhet ta dëgjonte.
Ndonjëherë Perëndia na dërgon të vërtetën përmes gojës së dikujt që nuk beson. Nëse dikush jashtë kishës të thotë, sillesh ndryshe nga çfarë po beson, mos e shuaj me shpejtësi, shqyrton nëse ka të drejtë. Së gjashti, Perëndia mbron premtimin edhe kur ne rrezikojmë. Sara ishte shtatzan, fara e Isakut ishte në rrezik. Abrahami e vuri vetë atë rrezik dhe Perëndia e mbroi përsëri. Kjo s'është leje të gabojmë, është premtim që besnikëria e tij varet nga e jona. Puno me gjithë besnikërinë dhe kur rrëzohesh, mbështetu te besnikëria e tij. Çfarë mësojmë ne nga ky kapitull? Zanafilla 20 na tregon të njëjtin gabim 25 vjet më vonë. Shikojmë Perëndin që mbron sërish. Mësojmë për mbretin pagan me zemër të pastër dhe qortimin e ndershëm. Abrahamin e quajtur profet, jo kur ishte i fortë, por kur duhej të lutej pas gabimit. Shikojmë shërimin e Perëndis për atë që njeriu theu dhe e mbrojti premtimin. Isakun e palindur të mbrojtur në barkun e nënës, kur babai vet e kishte vënë në rrezik. Besnikëria e Perëndis nuk mat kohën sipas besnikërisë tonë. Mbaj mend këtë varg. Nëse jemi të pabes, ai mbetet besnik, sepse ai nuk mund të mohojë vetveten. E dyta Timoteut, kapitulli 2, vargu 13. Ky varg u vërtetua te kapitulli 12, te kapitulli 16 dhe sërish këtu te kapitulli 20. Sa herë do të na duhet edhe për ne që të vërtetohet? Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me ju. Zoti ju bekoft.